Të dashur miq, mirëmbrëma. Të ftuar sonte kemi një aktiviste qytetare me cilën do të flasim për një temë shumë të rëndë. Është aktualizuar kohëve të fundit. Lisa Bauta Shaqiri. Lisa, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Do flasim për eskalimin, për shkallëzimin e dhunës në familje dhe veçanërisht dhunës kundër grave. Një nënë në Shkup e cila me vite ishte dhunuar nga burri i saj, duke mos patur rrugdalje tjetër, ja mori jetën vetës dhe vajzës së saj. Si nën, si grua, si femër, si motër, si e përjetuat ju këtë tragjedie? Për fat të keq, tragjedia ishte e pritshme. Do me thënë, duke ditë se si funksionon aparati i shtetit dhe si deri në çfarë niveli janë mbrojtja edhe parandalimi i dhunës ndaj grave, priteshte që mund të ndodhë diçka e tillë dhe nuk është hera e parë që ka ndodhur një gjë e tillë. Ndoshta nuk ka eskaluar në absolutisht jo. Më ka tmerruar jashtë mase, bashkëndjej me nënën dhe familjen e saj, mirë po, nuk është diçka që jemi skandalizuar ose ka qenë ndonjë surprizë e keqe për ne. Pas tragjedisë, media raportoi se viktima disa herë kishte kërkuar ndihmën e institucioneve, disa herë ka denoncuar rastin dhe thuaj se ka hasur në vesh të shurdhur. Pse dështoi shteti aq turpshëm për ta mbrojtur këtë viktimë? Mekanizmat e shtetit për mbrojtjen e viktimës në letër janë në rregull. Problemi vjen kur duhet të zbatohen. Do me thënë, shumë shpesh ndodh që viktima edhe mund të raportoj një rast dhe pastaj të tërheqë deklaratën. Tërheqja e deklaratës për fat të keq në shtetin ton interpretohet si mënjanim i rrezikut, kur në fakt, statistikisht, rreziku bëhet akoma më i madh dhe femicidi gjithkund në botë dhe dhuna tjetër ndaj grave, do me thënë, rreziku është shumë më i madh në atë periudhë pas denoncimit, sepse patjetër që do duhet të ndëshkohet ajo e cila ka pas guximin që të shkon dhe të denoncon. E thash, në rastin e gruas në fjalë, mendoj se ngadalësia e institucioneve, ai formaliteti që po presim edhe një proces verbal, po presim edhe një dëshmi, po presim edhe këtë, po presim edhe atë, i jep një avantazh dhunuesit se ai vepron shpejt. Dhe presioni i cili i bëhet gruas ose viktimës në fjalë është i hatashëm. Prandaj dhe vjen deri në këtë. Do me thënë, në qoftë se institucionet nuk janë të shpejt në veprim edhe në ndërmarrjen e masave mbrojtëse të cilat i kanë të parapara me ligj dhe me shumë akte nënligjore, vjen deri te kjo. Do me thënë, i jepet avantazh dhunuesit. Edhe pse ndryshe ju përmendat se disa grabile dhe kryeministri e përmendë, këtë mendoj një kontekst shumë, do të thoja, të turpshëm, mos i tërhiqni denoncimet, pavarësisht nëse denoncimi i tërhiqet, ligji është i qartë. Absolutisht. Dhunuesi ndëshkohet apo përndiqet, zyrtarisht policia ka obligim ligjor që ta të vazhdoj procedurën. Ashtu është. Sidomos, kur kemi tërheqje të denoncimit, ajo duhet të jetë alarm akoma më i madh, për një rrezik akoma më të madh. Do të thënë, presioni është aq i madh sa që kjo ka qenë e detyruar të tërheq denoncimin. Me shpresë se do ta qetësoj predatorin. Patjetër, ajo duhet ta mbron veten kur has në vesh të shurdhër ose në një ndihmë shumë të ngadalt ose non-ekzistente në shumë raste. Besoj se keni parë... Kjo është shumë e rrezikshme, sepse pesha e obligimit bjen mbi viktimën. Në mes rreshtash, kryeministri me këtë deklarat që jep, me këtë apel që jep, që unë e përkrah shumë, patjetër që ne të gjithë luftojmë që gratë të ngrejnë zërin, të flasin, të denoncojnë etj. Mirë po, momenti kur e tha dhe mënyra si e tha,
sjell në atë që përveç që është shfaqsim i institucioneve, është fajsim i viktimës. Ne po fajsojmë viktimën që ka tërheq denoncimin ose nuk ka denoncuar dhe me atë ajo bëhet fajtore e tragjedisë e cila i ndodh. Besoj se në media keni pasur rastin të informoni për profilin e dhunuesit. Po. Bile pas ka pasur guxim që të sulmoj edhe një polic dhe të përleshet në përndeshje sportive. Nëse e keni parë, është dënuar vetëm 150 euro gjob dhe gjykata për dhunën që ka shkaktuar në stadium e ka dënuar me një dënim me kusht. Po. Pse shteti në këtë rast, në vend që ta mbroj viktimën, mbron agresorin? Nuk është se e mbron në mënyrë aktive, po i jep hapësirë, që rezulton në të njëjtën gjë. Do me thënë, sidomos në këta dhunues të cilët kanë recidiv në veprat e tyre, do me thënë, ai është njeri i dhunshëm. Dhuna e atij manifestohet edhe në shtëpi, edhe në stadion, edhe në për institucione shtetërore. Aty duhet akoma më shumë t'ia varin veshin institucionet kur denoncohen persona të tillë, të cilët janë konfliktuos për nga natyra, të themi. Pse tolerohen? Nëse do thotë se secilit mund t'i ndodh në një moment afektiv, nuk e di, incident, po kur ju keni një përsëritës të dhunës, edhe institucionet nuk reagojnë, po e tolerojnë, si sqarohet kjo ndryshe? Këtu s'do të kisha thënë tolerim, do të kisha thënë paaftësi e institucioneve. Do të thënë, bëhet fjalë për paaftësinë e individëve të caktuar në për institucione, që mos i përmbledhim të gjithë, individ të caktuar në për institucione të cilat nuk i kanë marrë hapat të cilat është dashti marrë. Është papërgjegjësi e skajshme. Po sjell drama. Papërgjegjësia e skajshme hyn në kodin penal sikur vetë të ketë kryer ndonjë akt penal. Do të thonë, pakujdesia e skajshme është, do të thonë, unë mund ta paramendoj atë klerikun që rin aty në zyrë, i vjen një denoncim, e vendon në fjok, shkon ta pin një kafe, pastaj kthehet e ta shefe, ka kohë, do të shohim, do ta rregullojmë. Do të thonë, këto janë raste emergjente, edhe këto raste kërkojnë një seriozitet të nivelit më të lartë të personave të cilat janë nga ana tjetër e institucionit. Do me thënë, ai institucion, edhe të gjitha këto institucione që janë bashkë, aparati shtetëror, është ai që duhet të del në front. Nuk mundemi ne, pasi është bërë denoncimi, të presim se viktima do të shkon në shtëpi dhe do të sillet normalisht, si ka qenë edhe dje. Jo. Atëherë fillon, atëherë mbrojtja i bie, pesha e mbrojtjes i bie shtetit mbi supe, jo viktimës, jo familjes, as edhe komunitetit më. Ju në fillim e përmendët se nuk jeni të befasuara për këtë që ndodh, sepse ka qenë për ju, ka qenë e pritshme. Ajo që më çuditit, ju them drejtën, vjet revizioni shtetëror ka bërë një raport shumë të mirë që jep një vlerësim sistemit të mbrojtjes viktimave të dhunës në familje, dhe ju ka thënë, thuaj se ka dhënë diagnozën e qartë se çfarë nuk funksionon dhe çfarë duhet bëhet për ta vendosur këtë sistem dhe për të funksionuar këtë sistem. Dhe në një mënyrë për të evituar pasojat që ne tani po i vuajmë. Aq e pavlefshme është jeta e njerëzve të zakonshëm në këtë vend. Nuk e kuptoj. Si është e mundur që edhe kur bëhet fjalë për jetë njerëzish, sistemi nuk alarmohet? Sidomos kur bëhet fjalë për jetë njerëzish, sistemi nuk alarmohet. Këtë e kemi pa edhe në dhunën ndaj familjes, edhe në neglizhimin e institucioneve ndaj personave që janë fantom pazon në këtë shtet. Ne kishim para disa vitesh, disa raste ku fëmijë me diabet vdiqën në korridoret e spitaleve sepse nuk u dha insulin, sepse nuk janë të regjistruar. Domethënë, dhuna në këtë shtet është standard. Tash unë flas këtu për atë ekstremin e dhunës. Dhuna është i spektër.
vetëm nga intensiteti dallon një fyerje, një shuplak edhe një vrasje. Më thënë, kur bëhet standard, ne ma jemi mësuar, shif sa bukur flasim ne për dhunën. Nuk jemi të tmeruar, nuk jemi të skandalizuar, nuk na dridhet as zëri, as dora, sepse jemi mësuar. Dhe për shkallëzimi deri në këtë pikë që gruaja bashkë me fëmijën e saj kërcen nga kati i 6 apo i 8 cili ishte, ajo na e ndez alarmin. Para asaj ne jemi shumë në rregull. Do të thënë, ne shohim dhunë kudo që të kthehemi. Një e hyrë në Facebook ka plot dhunë. Është dhunë verbale, është dhunë. Çfarë lidhje ka? Shumë pak i mungon dhunës verbale të manifestohet në dhunë tjetër. Do të thënë, dhunën e mbajnë brenda. Është bë një, si të them, pjesë e jona, e jetës veç që është bë pjesë e jona, është bë një standard me të cilin ti tregon fuqinë tënde si individ. Dhe shteti këtë e ka pranuar si standard. Po, absolutisht, që e ka pranuar si standard. Dhe nuk ka imponuar standarde tjera, sepse ilaçi nuk është mos ketë dhunë. Ilaçi është të ketë mbrojtje aktive nga ana e shtetit. Kur do të fillojnë të penalizohen të gjitha... Ndëshkimin e dhunusës. Absolutisht. Kur do të fillojnë të penalizohen të gjitha manifestimet e dhunës, atëherë do të fillon mendësia e njerëzve të ndryshon. Se kjo gjë është e papranueshme. Unë gëzohem shumë që është e papranueshme për ne, edhe për shumë njerëz tjerë. Mirë po, pjesa dërmuese e pranojnë dhunën dhe atësi. Shohim dhunë ndaj kafshëve, shohim dhunë ndaj fëmijëve, shohim dhunë ndaj grave, ndaj burrave. Edhe dhuna ndaj burrave është shumë prezente në jetë. Domethënë, fyerjet, të gjitha janë ato dhunë, neglizhenca është dhunë, injorimi është dhunë. Domethënë, ne akoma kemi për të mësuar ato bazat, çka është dhunë dhe çka nuk është dhunë. Në raportin e revizionit shtetëror ka një përshkallëzim të frikshëm të dhunës vitin e kaluar. Do thot gati 5.000 raste të denoncuara, flasim për ata që kanë marrë guximin që të denoncojnë dhunën. Dhe vetëm për 2 muaj në vitin e ri, këtë vit që po kalon, ka 4 viktima. Sipas jush, cilat janë shkaqet për përshkallëzimin e dhunës kundër grave? Tolerimi. Natyra njerëzore është e tillë që gjatë gjithë kohës i teston limitet e veta. Në qoftë se ti nuk ndëshkohesh për një vepër të vogël, herën e ardhshme e bën pak më të madhe, edhe pak më të madhe, edhe pak më të madhe, derisa të vjen në vrasje, ose në shtytje në vetvrasje, ose çfarë do që të jetë dhunë fizike. Po, ajo fillon diku, ne e shohim vetëm majën e icebergut. Ato shtres, në stresën ndër ujë asgjë nuk duket. Nuk duket sepse është standard. Ju besoni se është edhe më e rëndë gjendja se sa duket? Është shumë më e rëndë se sa që duket. Është shumë më e rëndë. Domethënë, ne nuk kemi denoncime për dhunë psikologjike. Shumë pak. Se ti kur shkon te policia duhet të shkosh me një të maviosur. Shenjë të qartë. Absolutisht. Ajo shenja e maviosjes, ajo është, kemi kaluar në ekstremin tjetër, që nuk guxon të ndodhen. Domethënë, tolerimi i intensitetit më të ulët të dhunës sjell në intensitet më të lartë të dhunës. Përpiqem që ta kuptoj drejt. Ju thoni që është pa përgjegjësi, është institucionet janë të pa vetëdijshme për peshën, për rëndësinë e dhunës në familje. Si ti ndërgjegjësojmë, tash ne si qytetar, në një mënyrë besoni se edhe e ndjej veten edhe bashk fajtor për atë që ndodh. Çfarë të bëjmë ne që këtyre institucioneve të fjetura që t'u ja nxjerrim gjumin, t'i zgjojmë nga gjumi dhe të kuptojnë detyrën me seriozitet? Po, ka disa gjëra që mund të bëhen. Domethënë, ne si popull mund të fillojmë t'i edukojmë familjet tanë.
mund të fillojmë të bëhemi shembull se duhet të ndryshe, jo ashtu siç është. Institucionet kishin 3 ditë preskonferenca, kaloi ky muhabet, u harrua deri në viktimën e radhës. Do të thënë, viktima që ishte para këtyre 2 grave, vajzës dhe gruas, në Veles nëse nuk gaboj, u fol një javë, edhe një javë shumë, u harrua. Pastaj derisa erdhi ky rasti që prap u rikthye kujtesa e njerëzve në rastet e mëparshme. Domethënë, në kështu raste, njerëzit dalin në rrugë, nëse ka nevojë, i ndezin institucionet. Po nuk është problemi te institucionet, problemi është e mendësia. Edhe ato njerëz që punojnë në institucione atë mendësi kanë. Ne duhet në qeliz, në familje duhet të fillojmë ta çrënjosim këto. Pastaj të manifestohet në komunitet më të gjerë. Domethënë, është bërë standard. Domethënë, janë raste të izoluara, grash të cilat nuk kanë qenë viktima të asnjë lloji të dhunës. Domethënë, standardi është që thuajse çdo e dyta grua është objekt i dhunë. Është objekt i ndonjë farë dhune, duke filluar nga injorimi, neglizhenca, fyerje të vogla deri në dhunë më të përshkallëzuar. Jemi ne aq, jemi mentalitet primitiv. Shumë jemi mentalitet primitiv. Është mentaliteti i burrit i cili është dominant. Domethënë, dominanca sjell në këto manifestime. Problemi qëndron aty se burrat akoma nuk e kanë kuptuar që forca e burrit, ajo që ne duam ta quajmë burrëria, nuk matet me atë sa kanë frikë tjerët nga ti, ata që të rrethojnë. Po sa të sigurt ndjehen pranë teje. Vlera më e madhe e një burri modern është aftësia e tij për vetë kontroll. Se për dhunë, edhe fëmijët, si të themi, si qenie më primitive, pa pasur të zhvilluar korteksin frontal të trurit, edhe ata për shembull kur nervozohen marrin një objekt edhe e hedhin në tokë. Kërkon vedije shumë të lartë që të vim në atë të kuptojmë se burnia matet me atë sa të sigurt janë njerëzit pranë teje. Çfarë energjie reflekton kur në praninë e tij? Burri e ka të lindur nevojën për të mbrojtë. Të gjitha, duke nis nga Bibla, Kurani, edhe më herët librat e shenjtë të evrejve, tregojnë se detyra kryesore e burrit është të mbrojë familjen e tij. Jo të dhunoj familjen e tij. Derisa përgatitesha për këtë intervistë, në rrjetet sociale pash një parcolet. Një burr dhe një gruaja, dhe gruaja thotë unë nuk bëj këtë, nuk pastroj, nuk gatoj. Dinë si i përgjigjet burri? Thotë ti pse, thotë ti nuk e bën këtë, pse nuk je e rrahur. Edhe ha qeshi. Po. Kjo është mendësia jonë. Kjo është mendësia jonë. Do thotë gruaja duhet të rrihet se përndryshe ne kemi këtu, domethënë, kemi aksion-reaksion. Domethënë, kur tendenca është që burrat bëhen shumë më të dhunshëm, është ai feminizmi i skajshëm që i nxjerr gratë nga feminiteti i tyre dhe i bën të sillen si burra. Domethënë, nëse detyra kryesore e burrit është që ta mbrojë familjen, nevoja dhe dëshira dhe detyra e gruas është përkujdesja, është shërbimi ndaj familjes. Ne e kemi të ngatruar pak, sidomos gratë e shekullit 21, në këto treva edhe proletariati ka ndikuar në atë gjë, që ne e shohim si nënçmim shërbimin që ja bëjmë familjes tonë. A do t'jetë nder? Është privilegj për ne. Është privilegj të cilin gruaja e ka. Duke filluar nga rritja e fëmis, gjithënia, ushqimi, përkujdesi për familjen, për shtëpinë, për burrin, për fëmijët, është privilegj të cilin ne e kemi, se vetëm ne e kemi sensibilitetin ta bëjmë atë në atë mënyrë.
Dhe ne na mungon sensibiliteti që të mund të mbrojmë familjen. Jemi më të dobta fizikisht, e tjerë, e tjerë. E tash, role model i grave është bo një grua e cila është më e aftë se burrat, është më e fuqishme se burrat emocionalisht. Po, madje ka edhe thirrje që nuk na duhen burrat. Aty humbet ajo baraspesha, po humbet edhe ne mundohemi të bëhemi, në anglisht i thënë hyper independent, do me thënë skajshmërisht të pavarura nga burrat. Kjo është kundër natyrës njerëzore, është kundër natyrës të grave, po edhe ajo që burrat e bëjnë është kundër natyrës të burrave. Do me thënë, jemi bërë të huaj qenjeve tona. Jemi shkëput nga vetja, jemi shkëput nga komuniteti dhe jemi shkëput nga natyra. Dhe pastaj vinë këto. Si është gjendja me dhunën në familjes shqiptare, sepse krijohet përshtypja se denoncimet janë më të pakta. Po. Kanë më pak guxim që denoncojnë, apo vërtet janë në një gjendje pak më të mirë në raport me komunitetin maqedon? Po, nuk do ta kisha thënë se janë pak më mirë ose pak më keq. Është mendësia ndryshe. Në familjet shqiptare tradicionale, do të thënë tash patjetër e kemi të flasim në përgjithësi, ka normal që në të dy anët edhe përjashtime. Flasim për shumicën e familje. Në shumicën e familjeve shqiptare, dhuna është pak më e pranueshme. Do të thënë, ne i edukojmë... Jo që ka më pak dhunë. Jo, është më e pranueshme. Do të thënë, ne ndryshe i edukojmë fëmijët meshkuj, ndryshe i edukojmë vajzat. Do të thënë, vajzat i rrisim të shërbejnë, vajzat i rrisim për der të huaj, dhe kur e kalon pragun e derës... Kur e kam dëgjuar për herë të parë, unë vajzës i kam thënë burr, kjo më ka të merruar. Prej gojës së një babai. Është e tmerrshme. Është e tmerrshme. Se në atë moment babai e ndal privilegjin e tij të jetë prind. Dhe sikur ka mbaruar prindërimi i tij. Ka mbaruar prindërimi dhe si një pronë ja kalon pastaj burrit. Dhe ai burr pastaj ka të drejtën të sillet sipas ndërgjegjës së tij personale. E tash, duke u nis prej asaj që në familjet tona është pak më e pranueshme dhuna, ne kemi problem me identifikimin e dhunës. Do të thënë, në familjet tona dhuna kualifikohet si dhunë vetëm kur kalon në dhunë fizike. E tash, për fat të keq, në shumë familje, dhuna fizike është në rregull, sepse thirren në disa ta zëm interpretime të klerikëve fetar, që i lejohet burrit edhe ndonjë shuplak aty këtu t'ia jep gruas, nëse gruaja është e padëgjueshme. Nuk bindet. Nëse gruaja nuk bindet, atëherë burri ka të drejtë, të cilat janë interpretime falso, ata thirren në fjalë të Zotit ose në Kur'an ose nuk e di në çfarë thirren, duke mos ndjekur shembullin e atij të parit, të themi profetit, po sillen kështu se hoxha e ka lejuar. Ka edhe situata tjera ku gratë shqiptare janë shumë më të varura ekonomikisht se gratë europiane, të themi, mos bëjmë krahasime brenda një shteti. Do të thënë, varësia ekonomike ndikon shumë. Pastaj ka dhe një varësi tjetër që krijohet mes viktimës dhe dhunusit. Do të thënë, kur je viktim e dhunës familjare, nuk mund të mendojsh qartë, sepse aktivizohet një pjesë tjetër e trurit e cila është vetëm për mbijetesë. Aty s'ka logjik, aty s'ka arsye, aty s'ka kreativitet, mbisundon instikti. Dhe në ato raste, gjithçka që një grua ose një viktim e dhunës mendon është si ta zbus agresorin që dhuna të jetë e intensitetit sa më të ulët. Pastaj ndikon edhe shoqëria. Shoqëria shqiptare shumë i dënon gratë të cilat largohen nga martesa. Me thënë, shumë i dënon gratë të cilat kanë nxjerrë jashtë atë që po ndodh në shtëpi, kanë cënuar nderin e familjes.
kanë cënuar imigjin e familjes në shoqëri. Dhe kur mblidhen turpi, frika dhe shumë elemente tjerë, varësia ekonomike e tjerë, plus aty shtohet edhe mendësia që hajse ka edhe më keq, vjen në rezulton në atë që ne denoncojmë shumë më pak. Pas kësaj tragedie, në opinion dolën edhe përfaqësues të shoqërisë civile dhe fillojnë teoretizojnë se pse na ndodh kjo që na ndodh. A mendon se sektori civil është duke bërë detyrën ashtu siç duhet, sepse nëse ju nuk alarmoni para se të ndodhin, vinë pasojat, ka që dilni dhe flisni kur të vi zullumi, si thot populli. Sektori civil gjithmonë ka qenë më afër grave edhe viktimave të dhunës se sa që ka qenë shteti, historikisht. Por ama, problemi qëndron aty se ne presim nga sektori civil të kryejë një detyrë e cila është detyrë e aparatit shtetëror. Ne nuk mundemi të bëjmë mbrojtjen e viktimave të dhunës ose mbrojtjen e grave me fondet që na vinë nga jashtë me projekte. Nuk është projekt. Është detyrë themelore e shtetit të mbron qytetarët. Po është detyrë e sektorit civil të ngrejë vetdijen, ndërgjegjen, të ndërgjegjësojë opinionin. Opinioni është shumë i ndërgjegjësuar. Mediat kanë bërë punë të hatashme. Facebooku, mediat sociale kanë bërë punë të hatashme. Ne jemi gjithmonë të informuar se çka ndodh. Edhe institucionet janë shumë të informuara. Ajo që nuk janë të afta është tjetër gjë. Po pse të mos bëhet presion? Presion bëhet vetëm në mars. Aty ku afrohet 8 marsi, do merren disa fonde, do ngrejmë pak zërin, do proklamojmë disa vlera feministe, edhe aty përfundon. Ju, më falni, ju dëgjuat vjet që ja për mua ndoshta është edhe mungesë që unë s'kam arritur që të shoh. Për shembull, elementet e kryesore të atij raportit të revizionit unë nuk i kam parë. Unë nuk kam, se shikoni, nuk është, ju keni bërë një raport, një kronikë dhe ka mbarur puna. Sikur një kryeredaktor apo një redaktor apo një gazetar të përballet me këto shifra. Ajo është alarmante, ajo temë duhet të mbahet aktive me javë, me muaj nëse ka nevojë. Absolutisht, po nuk është interesante. Nuk është interesante. Nuk është interesante të mbrojnë jetët e njerëzve. Absolutisht është humb interesi publik për mbrojtjen e jetës të njerëzve. Më thënë, ne patjetër nuk është interesante. Nuk është më interesante. Nuk është interesante. Përndryshe do të ishte aktuale. Është bërë jo interesante mbrojtja e viktimave, është bërë jo interesante mbrojtja e fëmijëve, është bërë jo interesante të gjitha vështirësitë në për të cilat kalojnë njerëzit në këtë shtet. Janë bërë jo interesante sepse shtëpitë mediatike janë të vërshuara me informacione të cilat i shkojnë për shtati njërit blok apo blokut tjetër. Vetëm me politik merret populli në këtë shtet, me asgjë tjetër. Nuk ka rritje ekonomike, nuk ka të vendohet fokusi që gjyqësia të punon më mirë, që qendrat për punë sociale të punojnë më mirë, që spitalet të punojnë më mirë, të mbështetet qytetari. Nuk u jepet asnjë ndihmë financiare grave të cilat arratisen nga dhunuesit. Domethënë, vetëm politik ditore. Ajo është ajo me çka merret media dhe me çka si rezultat merret edhe ky popull. Është mësuar që të konsumoj. Absolutisht. Sepse është populli i vuajtur, është mësuar në atë, si të them, në pozitën komode të viktimave. Ose ne jemi mjeshtri të relativizimit të fatkeqësisë tonë. Absolutisht. Hajde se do bëhet më mirë. Po patjetër se ndryshe s'kemi shpresë për të vazhduar për të jetuar. Më thënë, në 39 vitet që jetoj në këtë shtet, dëgjoj se do bëhet më mirë. Dhe se asesi të bëhet. Derisa nuk del ndonjë mim nga persona që kanë udhëheq në këto treva, thot, veç më ka qenë më mirë. Më thënë, ne jemi mësuar dhe kemi ardhur në një
individualizëm të skajshëm, ku gjëja e vetme që preokupon një individ në këtë shtet është të punohet, të fitohet, të pagohen llogarit, të sigurohet jetesa e familjes dhe aty përfundon. Me thënë, shumë pak len vend për kreativitet, për art, për punë vullnetare, për ta zëm ngritjen e vetdijes. Ne kemi vetdije të ulët për një sër gjërash. Vetdije të ulët për shëndet, vetdije të ulët për fenomene të këtilla të dhunës, të diskriminimit, e tjerë, e tjerë. Me thënë, nuk merren njerëzit me këto sende. Janë shumë të paktë ata të cilët merren, dhe për fat të keq, merren njerëz të cilët e kanë për detyrë të merren. A është pjesë e një projekti, a është, domethënë, që janë të detyruar. Kemi ardhur deri në atë pikë. Ajo që quhet merhamet është humb. Ajo që quhet bashkëndjenjë, komunitet, sensi i komunitetit, i përkatësisë, është humb. Domethënë, secili për vete. Dilni në komunikacion, secili për vete. Hyni në një zyrë, secili për vete. Kemi ardhur në pikë që edhe në shtëpi është secili për vete. Është e tmerrshme çka na ndodh shpirtërisht. Unë do të kisha thënë kjo është krizë shpirtërore e këtij populli. Pati shoqatat e grave organizuan një protestë dhe një ndër aktivistët e këtyre organizatave pati një deklaratë që mua më bëri përshtypje dhe ishte ndezja alarmit, po ishte shumë më e rëndë se sa ajo dhe pavarësisht fatkeqësisht nuk arrita emrin t'ja kuptoj sepse mediat tona janë ashtu. Transmetojnë deklaratë e ndikujt dhe nuk thonë se kush është kjo. Dhe thotë kështu, sot Maqedonia është një mjedis i tmerrshëm, agresiv dhe i dëshpëruar, i cili aktivisht me vetdije dhe në mënyrë sistematike krijon një kulturë dhunës dhe është në fushat për të vrarë gratë e saj. Është ky një alarm i grave ndaj shoqërisë para se të bëhet tepër vonë, apo është një vlerësim i tepruar? Është bërë tepër vonë. Dhe jo vetëm ndaj grave. Është krijuar një mjedis ku ky shtet i vret fëmijët e saj, jo gratë, jo burrat, fëmijët e saj. Domethënë, nëse nuk i vret, i dëbon në mënyra të ndryshme. Nëse nuk i dëbon, i diskriminon në mënyra të ndryshme. Ne këtë më nuk i perceptojmë si dhunë. Absolutisht. Domethënë, prandaj në fillim fola për spektrin e dhunës. Vetëm intensiteti ndryshon. Nuk janë gjëra të ndara këto. E njëjta gjë me intensitet të ndryshëm. E tash, unë nuk besoj që ky shtet në mënyrë aktive promovon ndonjë vlerë që të vritet. Kur nuk e lufton, kur nuk e lufton, lën hapësirë që të ndodh. Po e toleron. Bëhet bashkëfajtor. Absolutisht. Është bëhet edhe promotor. Po në një farë forme mund të themi që pasiviteti i tyre, mos bërja e asaj që duhet të bëhet, mos kryerja e detyrave është një mbështetje shumë e madhe për dhunusit në këto raste. Sepse kur ne dëgjojmë e ka vra, është vra, edhe na bëhet normale, edhe atyre dhunusve potencial u jep një shtytje që mundet, nuk është problem. Edhe nuk dënohen. Absolutisht nuk dënohen. Ose kanë dënime qesharake. Besoj se patët rastin të ndiqni reagimin e presidentës Siljanovska, unë mendoj që ka qenë një ndër reagimet më të përgjegjshme. Gjatë kësaj kohe. Dhe ajo tha pavarësisht thotë femicidi nuk është incident. Thotë është një fund tragjik i një cikli dhune. Dhe tha se nëse ligjet nuk zbatohen, atëherë s'kan kuptim, nuk ekzistojnë. Dhe ato duhet të zbatohen me përpikmëri, që është shumë e rëndësishme, dhe tha me ndjeshmëri. Kanë institucionet tona ndjeshmëri, dhe është ky reagim i zonjës Siljanovska, sepse është femër, ajo më miri e kupton natyrën e kësaj dhune. Po, sa i përket deklaratës së presidentes, domethënë ajo i ra në pikë asaj që duhet ta thotë një presidente. Unë shpresoj që në të ardhmen nuk do të përfundon kjo si një deklaratë e presidentes mbas një tragjedie që ndodhi,
po do t'jetë në mënyrë aktive me funksionin që ka, do të bëj presion ndaj institucioneve që të kryejnë detyrën ashtu siç duhet. Nga ana tjetër, institucionet tona kanë ardhur në atë pikën e një dehumanizimi të skajshëm. Domethënë, është bërë si një byro për statistika. E marrin lëndën, e shqyrtojnë, e mbyllin. Kur vjen puna që dikush është vrarë, shkruajnë statistika sa kanë. Njerëzit bëhen numër statistik, dokumentohen vdekjet. Domethënë, absolutisht ka të drejtë presidentja kur thotë që kot kemi ligje në qoftë se nuk zbatohen. Po unë pres prej saj që në suazat e ingerencave që ka të luan rol aktiv në presionin të cilin duhet edhe presidentja, edhe ne si shoqëri civile, si popull të bëjmë presion të vazhdueshëm. Që institucionet bëjmë punën e tyre. Jo të presim ne viktimën e radhës. Jo të ndodh marshi në 8 mars. Çdo ditë ka dhunë. Nuk është një ditë. Dhe çdo ditë është 8 mars. Çdo ditë është 8 mars. Çdo ditë ne, do të thënë 8 marsi as nuk duhet të jetë fest për ne. Se ne kemi problem me pozitën e grave në shtëpi. S'kemi as shumë problem me pozitën e grave në jetën publike. S'kemi mbri deri në atë që ta quajmë atë problem. Është shumë larg. Pozita e grave në shtëpi. E tash si e pat deklaratën e kryeministrit? Disa gazetarë që janë më të kujdesshëm në raportimet e tyre pan që thot kryeministri shfaqi keqardhje, por nuk shpreh ngushëllim me familjes. Si duket ai e kupton që në një apo mënyrë, ndoshta jo ai personalisht, po mban përgjegjësi politike për këto incidente, për këto tragjedi që ndodhin. Dhe ajo që më la përshtypje ishte, thot, i lutem fton gra që të denoncojnë, po mos i tërheqin denoncimet. Çfarë është kjo? Është shfaqsim? Çfarë? Kjo është ajo kur pesha e përgjegjësisë për një tragjedi bie mbi viktimën. Për të shfaqsuar veten? Për të shfaqsuar veten dhe aparatin shtetëror me të cilin ai disponon. Tash edhe ai nuk mund të hyjë në gjyqësi edhe të përzihet në punën e gjyqësorit. Mirë po, me të gjitha mekanizmat që ka si kryeministër dhe si kryetari i partisë të shumicës parlamentare, ai mban përgjegjësi edhe për këto gjërat e imta, të themi politikisht, ose gjëra procedurale ku shkojnë jetë njerëzish dhe kanë shku shumë jetë njerëzish në këtë shtet. Do të thënë, ligjet nuk janë kushtetut, ndrohen shumë kollaj. Tërheqja e denoncimit, çfarë do të thotë se ai për një herë kryeministri sa këshilltar ka? E dini ju? 10, ndoshta edhe 100. Po si është e mundur ai këshilltar që merr me çështjen e, nuk e di, barazis gjinore, nuk ja ka transmetuar kryeministrit shifrat alarmante të vitit të fundit? Si është e mundur që ai të mos i në vesh t'i tregoj kryeministrit, zoti kryeminist, kështu është gjendja. Po nuk është një këshilltar. Janë shumë këshilltar të shumë kryeministrave në historinë e këtij shteti, të cilët nuk kanë alarmuar, ose ndoshta edhe kanë alarmuar, po për politikën ditore të kryeministrave historikisht në fjalë, nuk ka qenë diçka alarmante ose me ndonjë peshë të madhe që do të bëjë një bujë dhe do ngrit mbështetjen e popullit ndaj një partie, ose ndaj një kryeministri, ose ndaj një figure politike. Ose zgjidhen këshilltar ata që nuk duhet të jenë këshilltar. Ato nuk dinë për vete, do këshillojnë një tjetër. Në përgjithësi zgjidhen këshilltar të cilët nuk do ta sfidojnë figurën e atij të cilit e këshillojnë. Ata ma nuk janë këshilltar. Absolutisht. Ministri i punëve të brendshme, zoti Tosh Kollësi, kishte një qasje tjetër, si kur e zbuloi problemin dhe tha, unë e gjeta zgjidhjen, do ndrojmë ligjet. Po edhe kjo është shfaqsim. Do me thënë nga ekzekutivi. Nuk jemi ne fajtor janë ligjet. Po parlamenti është fajtor.
Pse ka sjell ligje kështu ose ashtu. Do të thënë, ministri Toshkovski në atë moment, kur ka kuptuar që ka ndodhur një rast i tillë, është dashur menjëherë të ngrej procedurë ndaj punonjësve të vet. Dhe të del me deklarat që filan fisteku u ndëshkua për mos kryerjen në mënyrë efikase, të shpejt, të sakt, të drejt, etj. Të detyrës së tij. Dhe kjo është ajo të cilën unë, derisa ndiqja lajmet, prisja nga Ministri i Punëve të Brendshme. Dorëheqje nuk prisja. Jo, kush ka dhënë këtë shtet dorëheqje për kështu gjërash? Do të thënë, prognozat, sado që tingëllojmë keq, prognozat e mia asnjëherë nuk kanë dorëheqje në vetvete, për shkak se nuk është bë standard të japin dorëheqje. Po dikush du ta Ne nis. kemi pas tragjedi shumë të mëdha, shumë më të mëdha. Do të thënë kjo prej një drame familjare absolutisht që është shndruar në tragjedi për shkak të inkompetencës të institucioneve, po ka pas edhe shumë raste tjera ku e njëjta gjë në mënyra të ndryshme manifestohet, askush nuk ka dhënë dorëheqje. Po dikush du ta nis. Me siguri nuk është Toshkovski ai që do ta nis. Fatkeqësisht. Me siguri nuk është, se deklarata e tij ishte shumë mirë e paramenduar, ishte menjëherë quick fix. Do t'i ndrojmë ligjet. Ligjet pak a shumë janë në rregull. Do të thënë, Nëse zbaton si duhet. zbatoi. Ne kemi, do të thënë, detyra e ekzekutivit është t'i zbaton ligjet. Jo t'i sjell ligjet, jo t'i ndryshon ligjet. Është punë e Zbatoj parlamentit. atë që është. Kur do ta zbatojsh atë që është, dhe sheh se në praktik ka ndonjë zbrastir ligjore, atëherë patjetër do të shkojmë me amendamente të reja. Po jo mbasi të ndodh tragjedia. Jo mbasi të ndodh tragjedia dhe jo mbasi të ketë aq shumë kallëzime për të njëjtin person dhe ti nuk ke ndërmarrë asgjë. Do me thënë, është absurde. Nuk e di, nuk duken të pa vend disa përfaqësues të sektorit civil thotë nuk ka lek. Nuk ka lek apo nuk ka vullnet, sepse kur ka vullnet gjenden edhe lekët. Për të financuar, nuk e di, duhesh të kaq shtretër, ka vetëm kaq. Duhen kaq qendra për strehimin e viktimave, janë kaq, do thotë. Është çështje lekësh apo është çështje mungese të vullnetit politik për të zgjidhur probleme? Është edhe njëra, edhe tjetra, edhe të dyja, edhe asnjëra. Sepse nuk mundemi me projekte të përkujdesemi për gratë e këtij shteti. Atë punë duhet ta bën shteti. Me projekte çfarë mund të bëhet? Mund të ketë një fond të caktuar që t'u jepet ndihmë juridike falas. Mund të ketë një fond të caktuar që t'u jepet ndihmë psikologjike falas. Mund të ketë një numër telefoni ku gratë në momente krize, si një qendër krize, të lajmërohen dhe të kërkojnë ndihmë. Po jo të strehohen, jo për kujdesje institucionale nga sektori civil. Atëherë pse kemi shtet? Atëherë mund të udhëheqim shtetin me sektorin civil në grupe të ndryshme, organizata të ndryshme, të mbulojnë çështje të ndryshme të një shteti edhe jemi në rregull. Aty edhe përgjegjësia është më e ulët. Do të thënë, sektori civil mundet të jetë vetëm aksesuar i detyrës që e ka shteti ndaj qytetarit. Në Maqedoninë e Veriut, nëse ju ndiqni një ditë reagimet apo debatet që bëjnë partit mes veti, mjafton një ditë të ndiqni se çfarë fjalorit dhunshëm përdorin, tradhtar, hajdut, kriminal. Nëse këtë e shohim për çdo ditë në mediat tona, kontribon edhe kjo, e stimulon dhunën, na bën më të dhunshëm si njerëz kjo lloj e bërjes politikës? Absolutisht. E standardizon, e relativizon. Do të thonë, bëhet standard ajo mënyrë e komunikimit. Do të thonë, ato fyerje të cilat dalin në publik
ndaj partive, ndaj figurave të ndryshme politike, janë të njëjtat të cilat ndodhin edhe në jetën private mes njerëzve. Po kur e shohim një gjë kaq shpesh në televizion, ne mësohemi. Dhe na bëhet shumë normale. Do të thënë, jo që e stimulon ose na bën më të dhunshëm se sa që jemi, po na jep hapësirë ta manifestojmë dhunën. Edhe ajo hapësira që na jepet për të manifestuar dhunë është vendi ku ndodhin tragjeditë. Nga ana tjetër, na nxit sepse shohim se vetëm me dhunë mund të arrihet diçka. Është si mekanizëm për arritjen e qëllimeve. Për qeni sukses. Do të thënë, edhe ne sot, për të detyruar institucionet që të kryejnë detyrën e vet, duhet të dalim me fjalët më të rënda që i kemi, ose siç ka ndodhur edhe në protestat e mashme. Jo, nuk do të mundeni ju ta bëni, sepse do ju çojnë në gjykat për shpifje. Absolutisht. Ata mes vete nuk pa ditë. Edhe ajo është dhunë. Edhe ajo është dhunë. Dhuna e cila ndodh ndaj gazetarëve në kohë të fundit, edhe ajo është dhunë. Do të thënë, cenzurimi i gazetarisë është dhunë. Është marrja e të drejtës për ta kryer detyrën që ai ka dhe obligimin ndaj qytetarit që ka si gazetar. Dua të ndaj me ju një përvojë në vitin 2004, duket ka qenë. Shkojmë në Paris në gjykatën. Franca ka gjykatë veçantë që trajton çështjen e padive kundër medias, gjykatë speciale. Dhe ne takojmë me kryetarin e gjykatës atje dhe ajo në një moment thotë kështu. Thotë, nëse gazetar duhet të dëshmojnë se çdo gjë që shkruajnë është ashtu si ata shkruajnë, atëherë ata s'duhet të shkruajnë asgjë. Po. Imagjino çfarë mendësie ka një gjykatës në Francë dhe çfarë mendësie kanë këto gjykatësit tanë që thotë mua nuk më intereson kjo. Është e njëjta gjë? Kur shkoj unë të denoncoj dhunë, unë duhet të dëshmoj se ka dhunë. Është e njëjta gjë që manifestohet në aspekte të ndryshme. Më thënë, kur një gazetar shkruan në suazat e asaj që doli tash me këto ligjet e reja që jeni të kufizuar deri diku, është e ka patjetër të dëshmon. Njëjtë si viktima e dhunës që ka patjetër të dëshmon se ka dhunë. Do të thënë, ligjet janë të krijuara në atë mënyrë dhe implementojnë që është më e keqja, në atë mënyrë që i shkon për shtati dikujt, po. Ati që është më i fortë. Absolutisht. Jemi krejt në fund të bisedës. Dua t'ju pyes, vërtet ju si aktiviste qytetare, si qytetar tek e fundit, si nan, çfarë mund të bëjmë ne që kjo pasojat e kësaj dhune të zbuten? Si qytetar mund të shkojmë në shtëpi, edhe t'i edukojmë ato më të vegjëlit që i kemi në shtëpi, të japim shembull si duhet të sillemi, të ndikojmë në komunitetin, në rrethin tonë më të ngushtë. Ajo është mënyra e vetme në këtë moment. Sepse të gjitha marshet kanë kaluar, të gjitha ndryshoni vetveten? Ndryshoni vetveten, po absolutisht. Nuk ajo është mënyra e vetme. Fatkeqësisht kjo do duhet marrë kohë. Janë provu të gjitha mënyra tjera, është protestuar, është marshuar, është folur me pankarta të ndryshme, jo. Se në fund ajo qeliza e familjes është ajo që lejon këto gjëra. Ne duhet në fundament të ndryshojmë. Në palc të ndryshojmë. Si individ dhe pastaj të shpërndahet ajo në shoqëri. Të kuptojmë se dhuna nuk është zgjidhje. Absolutisht nuk është zgjidhje dhuna. Për asnjë problem nuk është zgjidhje. Përkundrazi, dhuna është ajo që shtyn në dhunë akoma më të madhe. Dhuna verbale sjell në dhunë fizike. Do të thënë, është një domino efekt që fillon ndoshta edhe për një individi që në moment ka një, si të themi, munges kontrolli mbi vete. Sa mund t'ju kuptoj? Ti themi në vetvete, vetës ti themi, jo dhunës? Absolutisht, vetes ti themi. Me çfarë fytyre do i themi tjetrit? Duhet të bëhemi shembull për njerëz. Fëmijët nuk kuptojnë me këshilla.
marrin nga shembulli i prindit. Nuk Ne mund të flasim kundër dhunës. Nuk dëgjojnë çfarë flet, Jo, kuptojnë absolutisht. çfarë vepron. Ne flasim kundër dhunës, shumica e prindërve i kanë rënë nga një shuplak fëmis. Si do ta edukosh atë fëmijë kundër dhunës? Kur mënyra e vetme që ta parandalojsh mos bën ndonjë bela ose mos flet diçka që nuk duhet është shuplaka. Do të thënë, ne duhet ta çrënjosim nga mentaliteti jon atë që thonë qoteku ka dalë prej xheneti. Jo, nuk ka dalë prej xheneti, Jo, ka nuk dalë prej fere. Absolutisht. Është punë shejtani. Lisa, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Gjithashtu. Miq të nderuar, biseduam me aktivisten qytetare Lisa Bauta Shaqiri për dhunën në familje marrë shkas nga rasti tragjik ku një nan mori jetën vetes dhe fëmijës së saj 6 vjeçar e detyruar nga tortura e një burri të dhunshëm. Unë ju falenderoj për vëmendjen me cilët na ndoqën dhe ju caktoj takim javën e ardhshme. Natën e mirë.